Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV ditën e sotme për të nisur maratonën, për të komentuar ngjarjet, dinamizërat, pikpyetjet që në fakt janë ngritur jashtë shtëpisë së Big Brotherit për të gjithë banorët të cilët tashmë janë përzgjedhur nga produksioni për të hapur një televotim për të përzgjedhur finalistët i tretë edhe i katërt. Do të ndalojmë tek ky diskutim që ka ngritur shumë pikpyetje te publiku, kush do të jenë dy finalistët e fundit. Produksioni së bashku me Ledion Liçon kanë treguar që do të jenë 4 finalistë, por tashmë dyshimet janë shumë të mëdha se si mundet të fshihen votat e Egli Takos, si mundet të mos ketë transparencë, si mundet të mos shkon në finale një vajzë e cila ka qenë e stër votuar për të qenë finaliste në përballjen që pati me Laert Vasilin. Kjo është pikpyetja më e madhe dhe automatikisht janë ngritur amendësime të ndryshme që Egli dhe Gjesti mund të shkojnë si një banor i vetëm. Tani, a mund t'i çoj vëllau i madh në një përballje Eglin edhe Gjestin, t'u jap një përzgjedhje që ato të dy të shkojnë në finale së bashku për të konkuruar për çmimin e madh. Dikur si një banor i vetëm ishte edhe Laert Vasili dhe Valbon Amhilli, ndërsa tani pikpyetja është që si një banor i vetëm mund të shkoj Egli edhe Gjesti, apo ditën e shtunë në gjysmë finale Ledion Liço të thotë që kemi ndryshuar, në finale do të shkojmë 5 banor, këtë nuk ma merr mendja që do ta bën dot. Nga presioni i madh që bëhet nga publiku shqiptar për të gjithë ato që kanë votuar për Egli Takon dhe nuk pati një lloj transparence nga ana e produksionit për votat nga kundërdrejt Eglit, e cila ka qenë shumë e votuar dhe në për të gjitha sondazhet online që ishin hapur gjatë ditëve kur Egli dhe Laerti ishin në televotim, domethënë ishte tepër e votuar Egli për të ikur në finale dhe produksioni e çon Laert Vasilin. Tani, publiku ka këtë pikpyetje, si mundet që produksioni në këtë rast të jetë i padrejtë, sepse duke u bazuar edhe në për rrjetet sociale të tyre, për shembull Egli ka një shikueshmëri të majme, ndërsa Laert Vasili nuk ka fare followers, le të themi në krahasim me Eglin. Si mundet që produksioni ta bën këtë lloj padrejtësie që të çon Laertin dhe të mos ta çon Eglin? Tani dyshimet janë shumë të mëdha, në qoftë se Gjesti do ta thyej kutinë e Unazës që mund të jetë një mundësi nga produksioni për t'i ndihmuar Egli që Unaza do ta çon automatikisht në finale Eglin, do të thënë shkojnë 5 finalistë. Se mund të ketë edhe një sekret Unaza që momentin që Gjesti do ta thyej Unazën, brenda zarfit i cili ndodhet tek Unaza, automatikisht këtë banore mund ta çojë në finale. Dhe kjo mund të jetë një mundësi për të shkuar Egli në finale, edhe pse nuk kemi asnjë lloj momenti, asnjë lloj sekonde që Gjesti do të thyej Unazën për Eglin. Ndoshta Gjesti nuk e di këtë sekretin, por thjesht produksioni edhe mund ta informon në dhomën të rrëfimit që bëje këtë sepse do të shkojë menjëherë automatikisht Egli në finale. Por gjithsesi janë dyshimet që Egli dhe Gjesti mund të shkojnë si një banor i vetëm, që unë në fakt nuk jam dakord për këtë pjesën, sepse unë mendoj që banorët duhet të respektojnë titullin të cilin e kanë në lojë, nga që Egli në qoftë se shkon si një banore e vetëm, merr vetëm 50.000 euro, do me thënë e ka këtë çmimin, dhe 15.000 Gjesti përgjysmohet çmimi dhe jam shumë i bindur që dhe Gjesti nuk do të jetë dakord për këtë përzgjedhjen dhe nuk duaj që në fund të lojës produksioni të futën share në çift brenda, do me thënë të futën urrejtje, të futën inat, të futën lev. Dhe për këtë gjën mendoj që mund të ndodhën kjo puna që të thyet Unaza dhe automatikisht do ta çon Egli në finale.
I gjithë publiku është i revoltuar pafund për fatin e Eglit, si do të merr fati i Eglit, si do të përballen me të vërtetën e madhe që Egli duheshte me patjetër që të jetë në finale sepse ishte një banore e suportuar nga të gjithë shqiptarët për dashurinë e madhe që kanë për të, ndërsa në anën tjetër domethënë i përzgjedhur është Laerti nga Rozana si finalistja e parë dhe më pas u përzgjodh edhe nga produksioni, ndërsa Egli dhe Gjesti moment në moment po e shijojnë të gjithë këtë javën, këto ditët, po kalojnë shumë bukur dhe presin që produksioni të ndërhyj për të dhënë një mundësi. Edhe pse në shtratin e gjumit, Egli dhe Gjesti ndajnë momente interesante dhe flasin mes njëri tjetrit për ndjesi që ne do t'i komentojmë në videot në vazhdim. Por gjithsesi, do me thënë, dy pika në të cilat dyshohet që Egli mund të shkon në finale, ditën e shtunë mund të jetë thyerja e kutisë së unazës ku brenda zarfit të kuq mund të ndodhet, mund të fshihet në fakt një surprizë e bukur për Eglin që automatikisht ka dy surpriza në këtë rast sepse merr propozimin për martesë nga Gjesti dhe shkon drejt finales si një banore e përzgjedhur nga kutia e unazës, por mund të ndodhë edhe që t'jepet mundësia që Egli dhe Gjesti të shkojnë kokë më kokë në finale si një banor i vetëm dhe në fund mund të mbesin ato të dy dhe për shembull Laert Vasili ose Rozana Radi. Kjo është tema që në fakt po diskutohet më së shumti në rrjetet sociale, kanë hedhur këtë lloj dyshimi të gjithë komentuesit dhe ato të cilët merren me Big Brother, sepse sipas meritës Egli meritonte të jetë në finale, Egli meritonte të jetë finaliste, por siç duket finalistja ju mor me pa të drejtë dhe Egli nuk e shijon dot këtë momentin dhe nuk e shijon dot këtë çastin të qenurit finaliste në Big Brother. Por Egli ishte e bindur që do të kalonte, në fakt të gjithë ishit të bindur, unë pata thënë që finalisti 2 do të jetë Laerti për shumë gjëra, sepse jo gjithmonë një reality show mund të jetë transparent, është reality show i cili ndërtohet i tëri nga një skenar dhe për këtë gjë tashmë publiku janë të irrituar, por besoj që e ka kuptuar dhe produksioni këtë pjesën dhe ndoshta mund të ndryshojnë kritësisht ngjarjen sepse kot nuk thonë, vllau i madh është ky që në fakt ditë surprizoi dhe mund të na surprizoj që çiftin e mrekullueshëm, Gjesti dhe Egli, të çojë që të dy në finale si një banor i vetëm apo nga një mundësi që mund të rrjedh nga kutia e unazës, edhe pse nuk pati më një kuti Pandore, sepse nuk pati kohë për një kuti Pandore. Dua të marr mendimin tuaj për të gjithë këtë që ne e komentuam.